Këtu ka të drejtë mirë, gjithmonë kam thënë që Mateo e kam xhang, pëlqen e kështu bla bla bla, po je plak pa dhëm, je artist i poshtër, je i fliqur, i mbarum, anti-shqiptar, ka thënë anti-shqiptar, nuk do të lejohet të shkosh me Rogerdin, jo me mua. Dhe ka thënë dhe shumë fjalë tjera ai dashurumi. ka gabuar edhe pse tek truri, po Jam pak mjeke për veten time për shtëpinë. Fengat për 2 javë mbaron, fengat. Faleminderit o Zot që mbaron për 2 javë, se po mbezisje në janë shumë të këqinj, janë shumë toksik. Allah në paq u thashëm në. Me konkretuja. Ik trujt Zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Po, respekte çuna. Respekte, çao, hajde. Finalistja e parë është Selin. Është e pritshme. Dhe tani e fundit, ju pyeta radhën e kaluar, po ju pyet sërish se mund të keni ndruar mendje nga situatat apo dinamikat që ka ndodhur këto ditë në shtëpi. Cila është finalistja e parë? Brikenës dhe Selin. Apo Selin? A do t'i sjelli fat Selinës ngjyra e kuqe, se zakonisht gocat kur shkojnë në finale shkojnë me ngjyrën e kuqe. Mbani mend shumë vajza në finalet të Big Brother Albania, kush ka veshur të kuqe, ka shkuar në finale. Ajde, mirë është. Mos do të trashet e pak? Lola? Kërë me fakt të qërë. Ti do të kështë ndjeki fia karamela.